Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama ka fituar zgjedhjet parlamentare me një shumicë të qartë, duke siguruar një mandat të katërt në detyrë, gjë që është unike në shtetin ballkanik. Pasi u numëruan mbi 94% të votave, Partia e tij socialiste mori 52%, sipas shifrave nga Komisioni Zgjedhor. Partia Demokratike ish kryeministrit Berisha u rendit në vend të dytë me një diferencë të madhe prej 34% të votave. Rama dhe socialistët e tij arritën kështu të zgjeronin rezultatin e tyre prej 49% në zgjedhjet e mëparshme dhe tani kanë një shumicë të rehatshme qeveritare. Kjo duhet i mundsoj 60 vjeçarit të shtyjë përpara qëllimin e tij për të bashkuar me BE-n deri në vitin 2030. Megjithatë, shumë ekspertë konsiderojnë këtë afat kohor tepër optimist. Sipas një stacioni televiziv, PS pritet të fitojë 82 nga 140 vendet në parlament, ndërsa PD ka 50 vende. Megjithatë, vëzhguesit ndërkombëtar të zgjedhjeve të udhëhequr nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, OSBE, shprehën dyshime se zgjedhjet ishin të lira. Përveç fushatës zgjedhore, pati një abuzim të burimeve publike dhe pushtetit institucional nga partia në pushtet. Përveç kësaj janë marrë raportime të shumta për presion mbi administratën dhe votuesit e tjerë, si dhe raste friksimi. Shqipëria është antare e NATO-s që nga viti 2009 dhe ka negociuar antarësimin me BE-n për rreth 3 vjet. Shteti ballkanik ka qenë kandidat zyrtar për antarësim që nga viti 2014. Rama ka qenë në pushtet që nga viti 2013 dhe ishte favoriti në zgjedhje. Suksesi i tij bazohet pjesërisht në një rrjet me ndikim që ai ndërtoi gjatë 12 viteve në qeveri, por ai gjithashtu mund të mburret me disa suksese. Paltregtisë me BE-n dhe një bumi turistik, ekonomia po ecën mirë dhe sipas Bankës Botërore është rritur më shpejt vitet e fundit sesa në vendet e tjera të Ballkanit. Megjithatë, ai përfitoi edhe nga fakti që opozita ishte e përçarë. Kundërshtarët e akuzojnë atë se po e qeveris vendin përmes një sistemi favorizimi dhe se ka bërë pak për të luftuar korrupsionin dhe papunësinë. Rama e mohon këtë, megjithatë që kur ai mori detyrën, qindra mijëra shqiptar kanë emigruar në kërkim të perspektivave më të mira, shkruan Der Standard. Votuesit e rinj në veçanti refuzojnë Ramën dhe kundërshtarin e tij Berisha, të cilët të dy kanë formsuar politikën e Shqipërisë në role të ndryshme. Në vitin 92 Berisha u bë presidenti i parë i zgjedhur lirisht i Shqipërisë dhe shërbeu si kryeminist nga viti 2005 deri në vitin 2013. Rama akuzohet se ka ndërmarrë veprime të ashpra kundër opozitës, përfshirë edhe kundër Berishës, tani 80 vjeç. Rama u përball gjithashtu me një sër skandalesh. Kjo përfshin arrestimin këtë vit të aleatit të tij Erion Velia, i kryebashkiakut të kryeqytetit të Tiranës, për akuza për korrupsion dhe pastrim parash. Berisha u akuzuar gjithashtu për korrupsion, të cilin ai, ashtu si Veliaj, e mohon. Ekspertët e shohin korrupsionin e përhapur si një nga problemet më të mëdha të vendit. Ai nxitet nga banda kriminale që fitojnë miliarda euro nga tregtia e drogës dhe armëve jashtë vendit, të cilat më pas i rikthejnë në Shqipëri për pastrim parash.